Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër post madhit Allah i cili është një dhe pashoq, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, më i miri i gjithë të dërguarve, më i miri i gjithë bijve të Ademit alaihi afdalus salatu wassalam. Paqja, bekimet dhe rahmeti i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik, si dhe mbi gjithë ata të cilët ecën rrugës e tij, janë duke ecur dhe do të ecin deri në ditën e takimit tonë me Allahun Dhul Xhelal. Vëllezër të nderuar, siç e dini, javën e kaluar kemi folur për sinqeritetin. Dhe mendoj se duhet vazhdojmë të flasim për sinqeritetin ashtu që ta kuptojmë më mirë dhe ashtu që të bëhet sinqeriteti pjesë e jetës sonë. Secili prej nesh, duke filluar nga vetja ime, ka nevojë të punon. Ka nevojë të punon me nefsin e tij, me veten e tij, ashtu që inshallah taala të jemi dhe të bëhemi më të sinqert ndaj Allahut te bareke ve taala, sepse në bazë të sinqeritetit fitohet çdo gjë. Dhe me sinqeritet qëndron çdo gjë. Dhe në mungesë të sinqeritetit rënohet dhe shkatërrohet çdo gjë. Andaj kemi nevojë të punojmë në këtë drejtim. Kemi nevojë të jemi të sinqert. Kemi nevojë të jemi prej atyre të cilët Allahu Azza wa Jall i ka lavdëruar në librin e tij, duke i quajtur rob të sinqert e të drejtë, të nënshtruar ndaj Allahut te bareke ve taala, të sinqert në ibadet ndaj tij Azza wa Jall. Javën që shkoi kemi përmendur disa definicione se çka do të thotë sinqeriteti. Dhe kemi cekur fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thotë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa." Dhe ne atyre robëve, krijesave, njerëzve dhe e gjinëve, nuk ju kemi kërkuar diçka tjetër dhe nuk i kemi urdhëruar me diçka tjetër, veç se të jenë të sinqert në fenë e tyre dhe në ibadetin e tyre ndaj Allahu te bareke ve taala. Andaj o vllazni, sinqeriteti është aq i rëndësishëm saqë ju e dini se shejtani i mallkuar është armiku jon i përbetuar. Nuk kemi armik më të madh në dunja se sa shejtani i mallkuar. Allahu Azza wa Jalla në ajete të ndryshme thot: "Innahu lakum aduwwun mubin." Vërtet ai shejtani është armiki juaj i përbetuar. Në ajetin tjetër Allahu Azza wa Jalla thot: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Vërtet shejtani është armiki juaj, edhe ju merrni në shejtanin për armik. Edhe ju duhet me pa shejtanin si armik, pasi që me të vërtet ai është armiki juaj. Shejtani, pasi që Allahu Azza wa Jalla e ka mallku dhe e ka largu nga xheneti, i është drejtuar Allahut Azza wa Jalla me këto fjalë. Shejtani i mallkuar i ka thonë Allahut Azza wa Jalla: "Qal fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Pasha lartmadhërinë tënde o Zot, pasha krenarinë tënde o Zot, pasha plotfuqinë tënde o Zot, unë të gjithë ata robërit e tu do t'i mashtroj dhe do t'i largoj nga rruga jote e vërtetë. Subhanallah. Shejtani po i drejtohet Allahut me këto fjalë: "O Zot, pasha lartmadhërinë dhe krenarinë tënde, unë të gjithë ata robërit e tu do t'i mashtroj dhe do t'i largoj nga rruga jote e vërtetë. Illa, pos, ka bo këtu një përjashtim, illa ibadika minhumul mukhlesin." Pos aty robëve tu, illa ibadika minhumul mukhlesin, pos aty robëve tu o Zot, të cilët janë të sinqert. Subhanallah. Pra, përjashtimi i vetëm vlen për ata të cilët janë të sinqert ndaj Allahut te bareke ve taala. Atyre të cilët janë të sinqert ndaj Allahut Azza wa Jalla në ibadet. Atyre të cilët nuk mundohen të mashtru Zotin e tyre te bareke ve taala. E as njerëzit janë të sinqert, janë ashtu siç janë, nuk devijojnë, nuk ndryshojnë, nuk mashtrojnë. Jo, janë sinqert ndaj Allahut te bareke ve taala. Dhe prej mrekullive këtij ajeti dhe Kuranit në tërësi është se ju e dini se Kurani lexohet në rivajete të ndryshme. Kështu ka zbrit. Dhe secili rivajet në ndonjë vend mund ta ketë kuptimin ndrysh. Mirë po, njëri kuptim i njërit prej rivajeteve të leximit të Kuranit nuk bie ndesh me rivajetin tjetër, përkundrazi e plotësojnë njëra tjetrin. Dietarët e Kufës, sikurse Nafi, El Hasan e shumë të tjerë, e kanë lexuar këtë ajet me fetha.
me fetha i bjen mukhlesin. Dhe më thonë ata të cilët, pos ata o Zot, pos ata rob o Zot, të cilët ti i ki zgjedh dhe i ki pastru. Nëse e lexojmë sipas shumicës e dietarëve tjerë, e 7 transmetuesve apo 7 lexuesve tjerë të Kur'anit, atëherë i bie me kesra, që do të thot illa ibadaka minhumul mukhlisin. Me kesra i bjen me i, mukhlisin, që do të thot pas atyre të cilët vetvetiu janë sinqert ndaj teje. Çfarë do të thot kjo? Njëri për i rivajetëve të leximit të Kur'anit i bjen kuptimi, do t'i devijoj dhe do t'i mashtroj të gjithë robërit tu, ja rob, pas atyre që, pra, ti i ki përzgjedh dhe i ki pastru. Në kuptimin tjetër të rivajetit i bjen pas atyre që vetvetiu janë sinqert ndaj teje. Pra, ata të cilët janë përjashtuar nga devijimi dhe mashtrimi i shejtanit, janë ata robë të cilët pikë së pari janë të sinqert në veten e tyre, nuk janë mashtrues. E asësi ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe si rrjedhojë e kësaj, Allahu te bareke ve taala këta rob i ka përzgjedhë dhe i ka pastru. Subhanallah. Pra në qofë se ti dhe une dojmë të jem të sigurt nga shejtani mallkuar, sidomos kur të kemi të bëjmë me devijimin e rrugës. Shikoni vllazni, të gjithë ne, ndoshta unë jem gjunaqari më i madh në mesin e juve. Gjunohet janë diçka. Mirë, po devijimi është diçka krejt tjetër. Njeriu mund të gabon, njeriu mund të bën gjunohe. Njeriu bile Allahu na ruaj mund të bie edhe në gjëra të mëdha. Mirë, po nuk do të thasë se ka deviju. Devijimi është kur e lëshon rrugën e Zotit, kur del për rrugave të Zotit, për rrugën e Zotit, kur del për shinave. E kjo nuk mund të ndodh pas atyre të cilët nuk janë sinqert me Allahun Azza wa Jall. Ka mundësi edhe i sinqert me pi alkool, Allahu na ruaj. Ka mundësi me pas një fazë ku do psohet. Ka mundësi me rënë ndonjë gjëna të caktuar. Edhe ai i cili është i sinqert, ka mundësi. Sepse njeriu është njeri dhe Allahu Azza wa Jall e ka thënë njeriu dopt. Mirë po, sinqeriteti mbetet dhe ajo është mes ti dhe Allahu te bareke ve taala, siç kemi mësuar javën që shkoi. Al-ikhlasu sirrun bayna Allahi wa bayna al-'abd. Sinqeriteti është mes Allahut dhe robit të tij te bareke ve taala. Pra, njeriu duhet të jetë i sinqert dhe nëse është i sinqert vetvetiu, nuk është mashtrues as si ndaj Allahut, Allahu Azza wa Jall e përzgjedh dhe e pastron. E kur ndodh kjo, ti i ruajtur nga shejtani mallkuar. Kurse për definicioneve tjera se ka shumë për me fol për këtë mesele, është një definicion i cili wallahi sikur se ta kuptojmë, nuk kemi nevojë që me fol më për sinqeritetin. Nëse ky definicion të cilin tani do ta dëgjoni, e kuptojmë mirë dhe e mundohem me praktikuar në jetën tonë, wallahi nuk kemi mundësi, nuk kemi nevojë me fol më. Nuk kemi nevojë. Kan thonë dietarët, siç përmend Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayh në librin e tij Madarijus Salikin, kanë thonë al-ikhlasu nisyanu ru'yati al-khalqi bidawami an-nadhari ila al-khaliq. Sinqeriteti do më thonë, sinqeriteti do më thot të harrosh shikimin e krijesave për shkak të shikimit vazhdueshëm drejt Allahut te bareke ve taala. Pra kur njeriu harron se njerëzit e shohin, pra nuk i jep rëndësi se çka mendojnë njerëzit për to, çka flasin njerëzit për to, si e shohin njerëzit, për arsye se krejt derti brenga e tij është se ai është duke shikuar drejt Allahut te bareke ve taala. Ai e ka dert se çish më sheh Allahu mu, çka mendon Allahu për mu, çish më lërson mu Allahu Azza wa Jall. I harron krijesat, e harron se e shohin njerëzit, e harron se çka mendojnë njerëzit, nuk e ka dert, nuk merret me ta. Nuk do të thotë se ti tani do të më bëj njëri i pahishëm, njëri i pa respektueshëm, njëri i pasjellshëm. Jo, kjo bie ndesh me këto. Mirë po, do të thotë ti nuk i jap rëndësi njerëzve mendimit tyre, shikimit tyre. Ti e ke ide çka mendon Allahu te bareke ve taala për ty. Dhe vazhdimi thot: "Wa man tazayyana lin-nas bima laysa fi saqata min 'ayni Allahi Azza wa Jall." Allahu na ruaj, thot dhe ai i cili mundohet mos zbukuru para njerëzve me diçka që nuk e ka, me diçka që nuk është, bie nga shikimi i Allahut te bareke ve taala. Bie nga sytë e Allahut Azza wa Jall. Çka do të thot kjo? Kur ti dhe unë mundohem për shkak njerëzve mu paraqitet dikush që nuk kemi, e nuk kemi derë se çka mendon Allahu për ne. Nuk e kemi derë se si na shikon Allahu Azza wa Jall. Nuk kemi derë se si na vlerëson Allahu Azza wa Jall. Mirë, por derti jon kryesor është me i pëlqyen njerëzve, dije se ke ra për shikimin dhe për syve të Allahut Azza wa Jall. Çfarë do të thotë kjo? A keni pa kur dikush që të ka respektuar shumë, të ka dashur shumë, të ka nderuar shumë,
tash ti ke i boni punë shumë pahishme. Ke boni gjest që me të vërtet nuk i ka hije. Krejt atë respekt që ke pas në sytë e ti, ka ra. Si e moj njëti. Mund është më pajtue, mi thonë fale, ma bo halal dhe krejt në regull. Alhamdulillah, në regull, s'ka mes neve luft as kur gjuhë. Mirë po, aji respekt, aja pozit që ke pas, ka ra. Edhe kështu pra njeriu, kur mundohet me u zbukuru para njerëzve dhe për shkak njerëzve, me diçka që vetë nuk është ai vetja ti. Veç më mundohet me t'hinë qef ty, bie çka, si rjedhoj e kësaj, bie nga sytë Allahu te bareke ve teala. Bjen për rahmetit tina. Largohesh, nuk jemo tek Allah azza xhel ai i cili ke qenë. Pra o vllazni, mundohuni çdo herë dhe në çdo moment, dhe në çdo fazë, dhe në çdo situatë me pëlqy Allahu te bareke ve teala. Nëse arrini me pëlqy Allahut, wallahi keni arritur çdo gjë. Nëse nuk arrini me pëlqy Allahut, edhe krejt njerëz me ju lëvdu, me ju dasht, me ju ku ta diu në çka, wallahi nuk ka vlerë kjo. Sepse tek e fundit ti dhe unë kemi kthyr te Allahu azza xhel. Dhe kemi me hin varr dhe nuk kemi më pyet për diçka tjetër dhe nuk ka me na marr dikush tjetër në llogari pas Allahut dhe nuk shpërblen kush pas atij dhe nuk dënon kush pas ti. Allahu na falt e na mundsoft jemi sinqert. Allahumma amin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.